Unë kam këtu në këtë sallë 20 vjetë dhe kur nuk kemi bërë këtë që ndodhi sot mes njëri tjetrit. Asnjëherë për askënd. Andisin e kam pasur, e kisha shok dhe po ashtu një pjesë e mirë për këtu dhe këtu të tjerë, po kur nuk ka ndodhur kjo që u bë tani. Edhe propozimi i Zotit Mediu, Zoti Mediu, faleminderit për këshillat, por gjithmonë këto i kemi bërë mes njëri tjetrit jo në publik. Jo në publik. Dhe na ka ndodhur ngjarje të tjera të rënda, kur kemi qenë gjithmonë bashkë, edhe miq, koleg, antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët sapo ishin për zën, po ne nuk dolëm kurrë të bënim politik me vdekjen. Unë e di që bufi dhe korbi nuk janë larg njëri tjetrit, edhe bufi mund duket si korb her pas here, por ju lutem shumë, sa i përket kësaj çështje, lijeni familjen të kaloj këtë moment vështirë, sa i përket çështjeve tjera, bashkë me Ministrin e Jashtëm, jemi të gatshëm t'ju japim çdo informacion të nevojshëm për kontaktet, për masat dhe për gjithçka tjetër. Po ju lutem shumë, nuk shkon kjo. Nuk ka ndodhur asnjëherë kjo që po bëni sot.